Ti nuk e krijuar familjen. Kam krijuar Bashkëton? Jo. Është dhe tash mos mi nxirr të gjitha anët. Ore, po këtu nuk vjen për këtu nuk vjen Strasburg, ore. Ervini është i zën. Je i zën? Po. Jo, unë nuk thashë të të gjej në një unë ty. Jo. Ervini është i zën. Është i zën. Po ti e the kështu këtë sikur do të gjeja në një foto tjetër. Ore, si ke bërë foto me Pelen ti jo? Dgjoj, këto fotot që nxjerr ti, nuk janë foto, unë njerëzit ky është ndryshimi im me të tjerët, se unë njerëzit i takoj, bisedoj. Dhe ky burr sa herë më takonte, më thoshte mua, "Amico mio, Albania." Kështu thoshte? Po. Ku e ke takuar në Strasburg? Këtu e kam takuar në Paris. Paris, Në Disneyland, ku u mbaj topi art. Të kesh foto me Pelen? Po. Nuk e di pas. Po kam dhe një, unë duhet jemi vetmi për shkakun që i kam bërë 2 pyetje Maradonës konferencë për shtyp. Ja, prit. Tani më thyni gjë për Pelen. Pelea jashtëzakonshëm. Po jo, na thyni detaj më. Shumë i dashur. E pra. E përmendi fjalën Shqipëri, ë? Miko amio Albania, hapte krahët. Po, pa i lesh, shumë i dashur, shumë. Dhe e kam pishman, këto kam pishman, si që ja kam kërkuar atë kollarin. Po, peti mua gishin tim? Po. Ore, ajo kravata ti me topa? Po, pra. Dhe kjo kravata jote gjithë kolor kështu. Dhe ai do ishte, dëgjoj, ai do ishte dhe xhaketën, të betohem. Po, ha, pra, ha. Janë momente që... Foto tjetër. Qa tregon kjo foto? Kjo tregon afrimitet shumë. Jo, ti thje, nuk e ka thaj që hajde dalim fotografi. Unë e kam patur shumë mikë këtë. E kam takuar disa herë, shumë herë. A është ky futbollisti më elegant i gjitha kohërave? Në botë? Kam frikë se... Me elegant thashun, no? Po, pra, elegant. Sikur kërcente, jo sikur duan me top, Për si ndaj dot, këto me Zidanin. Me Zidanin? Po. Por Zidani ka fituar Kupën e Botës, ky ishte, dëgjoj. Po ky e përgatiti Kupën e Botës, ky ishte evropiani. Dëgjoj, ky ishte drejtues tamam. Dhe ky prandaj sot e ka fituar pafajësi. E di çfarë kanë bërë? Çfarë kanë bërë? Për një punë që i kishte dhënë Blateri, ma bëj këtë punën, ka një raport dhe ky se deklaroi atë. Atëherë shkurt, pse ja bën këtë? Pse i ndon? Se donin. Po pse? Të mirin se duan. Po jo, pse ty atje i mirë të duan gjithë duan. Si? Të gjithë duan. Shisa komente do kesh aty. Ja fut koti. Ore, ky ishte i drejtë. Ky ishte drejtuesi më i mirë që mund të pasur UEFA dhe ky do bëj presidenti i FIFA-s. Keni detaj? Dhe ti pse ja futën këtij? Pastaj sepse Blateri nuk i dha kupën e botës Amerikës në 2018. Ja dha Rusisë. Tani, kam shumë nga ky. Ka ndonjë detaj për Shqipërinë? Ë? Ka një detaj për Shqipërinë me Platinin? Po ky, dëgjoj, ky futi atë për vendet e vogla që vendi i tretë në grup. A ky e bëri këtë? Vendi i tretë në grup mund të shkojë në play-off. Ky e futi. Në botror. Jo, në Europian. Të kujtohet një emision televiziv, nuk e di, A1+, që erdhi ky në Rina se i thoshte Michel, I love you! Edhe që nga thua, ne tregojnë që atë se është histori fantastike. Po kurse, s'kam qenë unë kur ka ardhur. Jo, kam qenë andej. Kur ka ardhur Michel Platini, zbriti i Rinës, një grup xhirimi, ata ishin, ore, as studentë gazetare, atë duhet të kenë gjimnazist, dhe bënin një emision aq të bukur, francez. Ora shqiptar, dhe bënin sikur e ngatronin. Dhe një vajzë, unë nuk e di kush është ajo sot, dhe ore kam dashur ta takoj. Bënë me mikrofon, edhe ndiqte kameramani, ai zbriti në Rinë, u futet Michel, I love you, i thoshte. I love you, ë? I love you, i thoshte Michel. Edhe vete përqafon Armando Dukun, ore. Edhe Duka i thotë, si jam unë? Vërtet? Po kjo është fantastike, po. Kjo është nga videot më të bukura. Ishte gati si kamerë fshet, ë? Po, shkon përqafon, ë? Edhe përqafon Dukun. Dhe në fakt ky u vënë sikletor që hiki tutje dhe pastaj aty u krijua një rrmuj, po ishte gjithë improvisuar. Ajo vajzë, ajo gazetare, nuk e di kush është sot, ajo mund të jetë bërë gazetare e njohur, unë se bëj dot lidhje, po ishte fantastike Vina. Domethënë kur e kam parë atë kam thënë kush është kjo? Kush është kjo vajzë? Unë e kam takuar këtë kur erdhi në Tiranë në 90-ën, se ishte ky trajner. Dhe pastaj jemi takuar shumë herë në Strasburg, ku më ka dhënë bluzën e tij. E ke bluzën në shtëpi? Po. Ata dia kisha marrë me vete më por. S'më the.
Po, Se dia. dëgjoj, unë s'jam përgatitur. Muze shtëpi? Ke bërë një muze? Do bëj një muze, do ta përgatis muzeun. Dhomë muze. Po jo, po shtëpia shumë e vogël, kështu që do bëj një muze të madh. Ku do vesh? Me kismet. Kështu familjar, personal? Po kam mbi 500 fanela. 500 fanela? Po. Kështë fanela më e rëndësishme? Kjo që fitoria e Shqipërisë në Leskovac me Serbinë. Po kujt e morë fanelën? Julian Sheut. Julian Sheut, Po. Tani më kujtova fanellën se kisha përgatitur. Ke veshur një fanellën e Serbisë? Po. Po çe ishte ajo? Na shpjego pak. Ajo ishte u bë kampionati i voleybollit këtu. Po. Dhe trajneri i Serbisë na dha disa bluza dhe unë e vesha një ditë. Po. Sepse pa dola në një isha për intervistë në Euronews te kolegu ynë Thimi Samargjiu. Po. Dhe aty Kishe veshur bluzën serbe? Po. Tani, unë të njoh ty si një shqiptar të thekur që nuk vën dyshim shqiptarinë tënde, po me vesh bluzën e Serbisë o vini? Po ishte fanel sportive, jo me vesh bluzën e Serbisë. Pra, fanel sportive. Po. Unë nuk do ta vishe kur. Zdo ta vishe kur. Po mirë, okay. Tashi nuk ka njerëz të mirë aty në Serbi? Ka plot. Po çfarë duhen ata? Nuk ka sportistë të mirë aty në Serbi? Ka plot. Ti e di kush është trajneri i Elbasanit sot që lufton për titull kampion në Shqipëri? Jo, se nuk është. Ivan Gvozdenović. Është serb. Serb. Ka luajtur edhe me Tiranën dhe me Skënderbeun. Po mirë. Partizani kishte trajner Milinković. Tashi ne a do ndërtojmë ura apo si thua ti? Jo, ne ura ndërtojmë, duan ata ndërtojnë ura. Po ata s'janë si ne. Ata janë gjithmonë humbës. Unë para se të ndeshemi me Shërbinë, kam deklaruar botërisht që ne do t'i mundim, sepse ne i mundëm në luftë, ata janë humbës, i mundëm dhe me top. E dëgjoni çfarë thotë Ervin Baku, se filloni tani juve dhe do sulmoni Ervin Bakun pse e veshi bluzën, pse se veshi. Unë jam kundër kësaj që veshi bluzën, po shqiptar si ky, unë pak kam jorë me shpirt. Unë jam kundër që e veshi. Do ta them troç tani. Nuk do e visha kurrë atje. Por të masakruan vini. Po. Më mori shteti një javë mbrojtje. Mbrojtje? Po. Po pse ç'a ndodhi? Po me mesazhe me kështu. Të kërcënonin, a? U shqetësua vajza, vim tha mu babi atje. Ç'a thua? Po. Ishte kështu, do. Ua. Si dia unë të pjesën që pas ke kaluar situatë të keqe? Po kur je i drejtë dhe i bën, unë ta kisha ditë që do kisha këto. Nuk do e bë? Por të thash, ne i mundëm në Po të më pyesë mua. Ne i mundëm në luftë, i mundëm dhe me top. Dhe gjatë kohës sime në Strasburg, unë me disa shqiptar, se unë kështu i quaj shqiptar të Kosovës, unë nuk i quaj kosovar. E di si e konsiderojnë Kosovën? Shqipëri. Si Shkodrën. Shqipëria verilindore është për mua. Ne krijuam një shoqat bashkë me një franceze, Martin, s'm kujtohet mbiemri tani. Po? Dhe ne kemi ndihmuar 10 vajza të Kosovës që kishin probleme me zemër, që vinin nga Kosova kuroheshin në Strasburg. Dhe kur nuk mundeshim, unë kam paguar nga lekët e familjes sime. Dhe këto i kam me prova, po nuk i nxjerr, sepse një gjë që bëhet, unë nuk. Ç'është një Kështu që mos më bëjnë mua patriotin. Çfarë është një serb për ty, Vini? Për mua nuk ka popull të keq. Me thënë drejtën këtu është e diskutueshme kjo. Unë them që unë them që do vi momenti që jo do vi, po duhet që serbët t'i kërkojnë falje shqiptarëve për masakrat çnjerëzore që ka bën.